Zoti tregoi zhdukjen e kombit të Hudit për të treguar edhe polemikat e të madhit Salih me kombin e vetë dhe përfundimin e atij kombi. Zoti urdhëron e thot: "O ila Thamud akhahum Saliha, qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum." Edhe te kombi Thamud dërguam si profet vëllain e tyre Salihun, dhe ai u tha: "O kombi im, adhuroni Zotin sepse për ju s'ka tjetër të adhuruar përveç atij. Me të vërtet për ju ka ardhur një dëshmitar nga ana e Zotit tuaj, i cili vërteton se Zoti është një dhe vetëm një. Hadhihi naqatullahi lakum aya, fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu, fayakhudhukum adhabun alim." Këtë deve që shihni e ka krijuar Zoti për të qenë dëshmuese profecisë sime për ju, prandaj lëreni atë të kullos në tokën e Zotit dhe mos e prekni atë me të keqe, sepse nëse i ndodh gjë asaj do t'ju zër një ndëshkim shumë i dhëmshëm. Në tefsirin e Hazinit thuhet se kombi Thamud banonte ndërmjet Hijazit dhe Shamit. Janë quajtur Thamud për arsye se ishin shtuar shumë prej një uji të quajtur Thamud. Mund të jenë quajtur me këtë emër sepse vendi ku ata banonin kishte pak ujë dhe në arabisht Thamud quhet vendi me pak ujë. Fahri Raziu thot se pas zhdukjes së kombit Ad, vendin e tyre e zuri kombi Thamud. Kur filluan të bënin fund të liga, Zoti dërgoi Salihun për t'i ndrequr dhe për t'i udhëzuar në rrugën e drejtë. Meqense Salihu ishte prej atij kombi, është quajtur si vllai i tyre. Në një ditë bajrami, kur ata ishin mbledhur në faltore, Salihu tha: "O kombi im, hiqni dorë prej idhujve dhe adhuroni Zotin e vërtet, sepse s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Zotit." Ata i kërkuan Salihut si mrekulli që të dilte një deve prej një shkëmbi të shënuar prej tyre. Në qoftë se prej këtij shkëmbi del një deve, atëherë do të besojmë se ti je profet. I madhi Salih u tha: "Ja, kjo është deveja që kërkuat, lëreni atë të kullose të haj bar sa të doj në tokën e Zotit dhe mos e prekni me të keq, sepse nëse do ta prekni me të keq, do të shkatëroheni." Asaj deveje për nderimi është thënë deveja e Zotit. Një ditë deveja pinte ujin e të gjithë kabiles dhe një ditë pinte ujë kabilja me bagtit e veta. Në ditën që pinte ujë, deveja jepte aq qumësht sa ngopeshin të gjithë pjesëtarët e kabiles, dhe kur ajo kishte ditën për të pirë ujë, nuk vinin të pinin ujë as kafshët e tjera e as shpendët. Këto ishin cilësitë asaj deveje të lindur pa nën e pa baba dhe që vërtetonte se i madhi Salih ishte profet. Ajo dëshmonte për fuqinë e madhe të Zotit. I madhi Salih i tha kombit: "Deveja është e Zotit dhe të gjitha tokat janë të Zotit. Prandaj lëreni deven të kullos në qejfin e saj dhe mos e ngacmoni. Nëse ju do ta godisni atë ose do ta përzeni prej kullote, do t'ju përlaj një ndëshkim shumë i dhëmshëm." Kështu a tregoi ai detyrën që ata kishin ndaj deves, duke shtuar edhe fjalët që vijojnë: "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Kujtojeni edhe atë kohë kur Zoti ju bëri zëvendës pas Adit dhe ju vendosi në faqen e dheut, ju ndërtuat pallate në përfusha për të veruar dhe në përmale shponit shpella si shtëpi për të dimëruar. Përmendini pra mirësitë e Zotit dhe mos shpejtoni që të gjitni nga tresa në faqen e dheut. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbihi qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Paria e kombit që mbaheshin me të madhi thoshin vegjelis, të cilët kishin besuar: "A e dini ju se Salihu është i dërguar nga Zoti i vet si profet?" Ata të varfrit përgjigjeshin: "Ne i besojmë çfarë i ka ardhur atij dhe do të vazhdojmë në besim." Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Ata që mbaheshin me të madh dhe që spëruleshin të besonin Salihun, u thanë të varfërve: "Ne e mohojmë atë që ju i besoni." فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Kombi i Thamud e mbytën deven dhe dolën jashtë bindjes së urdhrit të Zotit e i thanë: "O Salih, nëse je prej të dërguarve, na e sill atë ndëshkim me të cilin na ke kërcënuar." فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Posa i thanë: "Na e sill ndëshkimin me të cilin na je kërcënuar." Ata i përlau një lëkundje shumë e fuqishme dhe në mëngjes u gdhin të vdekur në për shtëpitë e veta.
Kuptimi: qafirët e mbytën devën dhe dolën jashtë urdhrit të Zotit duke thënë Salihut: o Salih, nëse je prej të dërguarve na e sill atë ndëshkim, me të cilin na ke futur drithmat qysh kohë më parë. Për këto fjalë ata i përlau tërmeti i fuqishëm nëpër shtëpitë e veta ku ran përmbys të vdekur si shtazët. Bejzaviu Hazini dhe Niametullah Efendiu kanë thënë pasi u zhduk kombi Ad, vendin e tyre e zuri i kombi Themud, të cilët ndreqën dhe e pasuruan qytetet e tyre sepse jetonin gjatë dhe punonin shumë. Themud ndërtuan ngrehina dimrore e verore dhe kishin bakti e lirësi të madhe, por nuk kaloi shumë kohë dhe ata filluan të rendin pas dëshirave ilegale dhe ngatresave. Filluan të adhurojnë edhe idhuj dhe kështu u pa e nevojshme që ata të ndregjeshin, prandaj Zoti dërgoi te ata si profet Salihun, i cili ishte prej parisë së kabiles së tyre. Kur i madhi Salih i thiri ata në fenë e vërtet, i kërkuan një mrekulli dhe siç u tregua më si, por ata kërkuan që nga një shkëmb i shënuar prej tyre të dilte një deve. Deveja doli e në çast polli një mës të madh ngati sa vet ajo. I madhi Salih e ndau ujin e atij qyteti me radhë. Një ditë pinte ujë deveja dhe një ditë pinin kafshët e tjera të vendit. Gjatë verës deveja me mëzin e vet kulloste në përmale dhe në dimër kulloste në fush, mirëpo kafshët e tjera largoheshin prej atyre vendeve ku gjendej deveja e Salihut. Nga kjo populli u mërzit dhe kështu vendosën ta mbysnin deven. Këtë punë e kreu një i quajtur Kidar së bashku me 8 shokë të tij. Ata e mbytën deven dhe mishin e saj e pjestuan. Mëzi iku e humbi në përmale. Ata e kërkuan shumë për smundën ta gjenin. Atëherë Salihu tha: prisni 3 ditë. Ditën e parë do t'ju zverdhen fytyrat, ditën e dytë do t'ju skuqen, ditën e tretë do t'ju nxihen dhe ditën e katërt do të vinë dëshkimi i Zotit që do t'ju mbys. Kur ata e pan shenjën e ditës së parë, e kërkuan Salihun që ta vrisnin, por nuk e gjetën. Ditën e katërt shpërtheu një tërmet i limerishëm me një zhurmë të rept dhe ata u zhdukën të gjithë. I madhi i Salih, kur filluan të duken shenjat e ndëshkimit bashkë me besimtarët, shkoi në Palestinë. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Dhe Salihu u ktheu atyre shpinën e u tha: o kombi im, betohem në Zotin që unë ua komunikova aq sa isha i detyruar prej Zotit tim dhe ju kam këshilluar, por ju nuk i doni këshilluesit.